Çfarë të vesh sot, episodi i dytë. Sot kam një takim pune dhe baza e outfitit është kjo. Kam zgjedhur këto pantallona të gri, të cilat janë kështu të lirshme, kanë këtë detajin tek beli, janë nga Halara. Dhe i kam kombinuar me këtë golfi në ngjyrën pana. Mendoj që të vesh këto atletet që t'jem edhe komode nga New Balance, duke qenë se nuancat përshtaten. Kështu duken edhe atletet. Koha sot përsëri është shumë e mirë, prandaj po vesh thjesht një xhaketë oversize. Ndërkohë i kam vendosur dhe vëthët. Vëthët janë në ngjyrën silver. Janë këto vëthët këtu. Dhe orën. Vazhdoj me syzet. Për syze kam dy opsione në ngjyrën silver të dyja, duke qenë se vëthët i vendosa në ngjyrën silver. Opsioni i parë është këtu. Opsioni i dytë është këtu. Nuk e di, mua të dyja më pëlqejnë. Sa do shkoj me të parin. Për çantë po mendoj të marr këtë në ngjyrë të zezë për ta thyer pak outfitin, duke qenë se na shkon edhe me syzet, plus që kjo ka goxha hapësirë, duke qenë se më duhet të marr shumë gjëra sot me vete. Më komentoni por se si u duk outfiti.